Ky emision mundësohet nga Podravka, The Bank dhe Mercom Company. Përshëndetje shikues të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër epizod të emisionit Peshku i Art. Siç e tashmë e dini, ne jemi në Rivierën franceze e sot e ka radhën Saint-Tropez. Vers brille, ça tourne vite. Ta bouche dit mon prénom, j'hésite. Le sol chauffe sous nos pas. Ky vend, siç edhe ju e dini, është parajsa vet, sepse është një vend ku mbahen shumë ndaja dhe këtu mund të shihni rastësisht ndonjë VIP të njohur botëror. Kështu që qëndrojmë ne deri në fund të emisionit për të mësuar më shumë rreth Saint-Tropez. Toute la nuit. Danse avec moi jusqu'au bruit. Sot ndodhemi në Saint-Tropez, një nga perlat më të famshme të Rivierës franceze, një qytet që prej dekadash simbolizon elegancën, stilin e jetës mesdhetare dhe bukurinë e jashtëzakonshme të Bregdetit francez. Reste avec moi. Les basses frappent, ça fait boum. I vendosur në një gjitë mrekullueshëm të detit mesdhem, Saint-Tropez ka kaluar nga një fshat i vogël peshtimi në një nga destinacionet më të dëshiruara dhe më të njohura në botë. Nous on se laisse emporter. Monte plus haut que demain. Shëtitja në zemër të Saint-Tropez është një udhëtim mes traditës dhe magjisë së kohëve të kaluara. Alors colle à nos cœurs. Porti i Saint-Tropez është zemra e qytetit, ku varka tradicionale të peshkatarëve bashkëjetojnë me jahtet luksoze të vizitorëve nga e gjithë bota. Ky kontrast mes thjeshtësisë së traditës dhe shkëlqimit modern është një nga pamjet më karakteristike të qytetit. On brûle ici. Shikues të dashur, jemi në zemrën e Saint-Tropez, jemi tek porti, ku ky port më herët është përdorur si një port i peshkatarëve, por tash është një pikë reference dhe gjithashtu njihet si simbol i luksit dhe i elitës. Këtu pra ankorohen shumë jahte të ndryshme të cilat shihen brapa meje dhe kalojnë yje të shumta ku duket si një skenë e filmave të Hollywoodit. Do shohim edhe gjithçka tjetër këtu në Saint-Tropez, kështu që qëndroni me ne për më shumë detaje. Serre-moi la main. La chaleur colle à nos cœurs. On tombe bien, on tombe en cœur. Lux Port, pra ky port simbol i jetës elitare dhe i luksit, përballë tij ka edhe shumë restorante dhe kafene të ndryshme, të cilat janë edhe ato super luksoze. Pra që njëti kanë goxha shtrejta, kështu që kur të vini duhet të shikoni mirë se në cilin vend futeni, sepse për ndryshe mund t'ju kushtoj shumë fatura në fund. E po ju lë të ndiqni edhe disa pamje edhe po shkojmë te vendi tjetër. On verra l'aube après. Pas ce soir, pas après. Laisse le monde derrière. Viens plus près. Danse avec moi toute la nuit. La Ponche është kjo lagja e vjetër e qytetit të Saint-Tropez. Pra është një lagje me këto rrugicat e ngushta dhe shumë të bukura që të japin një energji krejt tjetër. Këto dritaret, këto ndërtesat që kanë dritaret se të ishte ndonjë shtëpi e peshkatarëve, ashtu si e ka pasur edhe historinë tek porti ky vend. Edhe ka shumë lule të bukura, shumë dyqane dhe shumë energji të mirë. Pra kjo pjesë e ka ruajtur edhe originalitetin e këtij vendi.
j'ai laissé la porte ouverte. Rrugicat e ngushta me kaldrëm, shtëpit me fasada me ngjyra të ngrohta, sheshët e vogla dhe atmosfera autentike e portit të vjetër ruajnë ende shpirtin e një fshati mesdhetar. Në një cep ndihen historia, kultura dhe një ritëm jete i qetë që e ka bërë këtë vend kaq të veçantë. Çdo moment këtu të fton të ndalesh, të shijosh bukurinë dhe të përjetosh atmosferën elegante e të paharrueshme të rivierës franceze. Le carrelage, un vent tiède entre en douce et fait danser les rideaux blancs. Shikoj të dashur, për të gjithë ju që e keni ndjekur çdo të diel emisionin Peshku i Art, por edhe për ju që jeni për herë të parë, ju tregoj që Kreçka po e bën më të veçantë ende këtë rrugtim nëpër rivierën franceze, janë këto lulet të cilat gjiten në çdo rrugicë. Pra çdo rrugicë ku kemi kaluar ne, ku kemi shkuar, janë të mbushura përplot me kësi lloj lule dhe me lule të tjera shumë të bukura. Tash po shkojmë diku tjetër, jani me mua. Au bord du canal, on s'aime, on s'égare. Au bord du canal, le jour nous tient encore. Au bord du canal, ta voix me fait du bien. Au bord du canal, reste un peu, reste là. Les vélos passent en silence. Des enfants courent pieds nus. Un marchand de melon chante et je souris sans raison. Ta chemise sent le soleil, le sel, la toile, le lin. Je garde un peu de cet instant comme un fruit trop mûr dans ma main. On prend le temps au ralenti, la ville fond au loin. Ta main cherche la mienne et tout devient simple enfin. Au bord du canal, on s'aime, on s'égare. Au bord du canal, le jour nous tient encore. Au bord du canal, ta voix me fait du bien. Au bord du canal, reste un peu, reste là. Shikues të dashur, tani jemi në kështjellën historike të Saint-Tropez. Kjo kështjellë është ndërtuar fillimisht në shekullin 17 për mbrojtje ushtarake, por tani është një pikë e mrekullueshme për një pamje fantastike nga deti mesdhe dhe nga këto jahte të cilat e bëjnë këtë pamje shumë bukur, por gjithashtu edhe anijet me vela, që po duket se sot po zhvillohet kështu si një lloj gare këtu në Saint-Tropez. Kjo pra ka to muret prej gurit, të cilat e bëjnë shumë të bukur këtë kështjellë, por ta jep edhe një ndjesi mesjetare, të kohës mesjetare dhe disi romantike mund ta quaj kështu. Pra, kur të vini në Saint-Tropez, duhet patjetër të ngjiteni këtu, të bëni një hike të vogël dhe të vini tek kjo kështjellë e Saint-Tropez, sepse mund të shihni një pamje të mrekullueshme si kjo mbrapa meje dhe të cilën mund ta ndiqni në pamjet në vazhdim. Verre brise, ça tourne vite. Ta bouche dit mon prénom, j'hésite. Le sol chauffe sous nos pas et tout le monde danse avec moi. Danse plus haut que demain. Danse, serre-moi la main. La chaleur colle à nos cœurs. On tombe bien, on tombe en cœur. Danse avec moi toute la nuit. Danse avec moi jusqu'au bruit. On brûle ici. Danse avec moi toute la nuit. Danse avec moi, je t'en prie. Reste avec moi. Les basses frappent, ça fait boum. Tes yeux me suivent dans la foule. Je tourne, je ris, je te cherche et tu reviens juste à la seconde. Tes lèvres disent encore un tour, mes hanches répondent sans détour. Le DJ pousse la marée, nous on se laisse emporter. Monte, plus haut que demain. Monte, serre-moi la main. La chaleur colle à nos cœurs. On tombe bien, on tombe en cœur. Danse avec moi toute la nuit.
Shikues të dashur, si që kuptuat edhe përmes pamjeve, kjo vështjellë pra e bën Saint-Tropez që të ketë një kombinim mes historisë dhe luksit. Pra tashmë ju e dini pse ky vend është kaq ikonik. Ka këtë kështjellë të mrekullueshme që mund ta shihni të gjithë vendin nga këtu lart, pra kur të hyni këtu, por gjithashtu edhe portin, i cili siç ju tregova edhe më herët që është një port me super jahta luksaz. E tash po shkojmë edhe diku tjetër së bashku, qëndroni me ne. Kur kam Star Card me veten, ndihem më e sigurt në çdo pagesë. Është një zgjidhje praktike që më ndihmon të organizoj më mirë shpenzimet në përditshmëri dhe gjatë udhëtimeve. Sous tes yeux de velours, le serveur passe et j'oublie le monde au dehors. Ta main frôle la mienne et tout devient plus fort. Encore un peu, reste là. J'aime quand tu me regardes. Peugeot prej dekadash është pjesë e rrugëve franceze dhe e përditshmërisë së miliona drejtuesve. Dizajni modern, teknologjia avancuar dhe komoditeti i lartë e kanë bërë atë një zgjedhje të sigurt për çdo udhëtim. Je danse près du bord, ta main frôle mon dos, j'ai le goût du sel sur la peau et la nuit qui monte plus haut. Approche encore, on laisse tomber le reste, sous les lampes dorées, mon cœur fait la fête. Approche encore, je veux ton nom plus fort, quand la mer nous regarde, on devient d'accord. Club 56, viens danser. E shikues të dashur, unë jam këtu ku ka mujt me ula Beyoncé, Rihanna e shumë yje të tjerë. Plazhi Pantelon, pra i ka disa prej festave më të çmendura në të gjithë botën, ku është pikë synimi për të gjithë VIP që të vinë këtu, por edhe njerëz të tjerë, të thjeshtë. Këta jahtat mund të jenë disa VIP aty brenda, nuk e di ose futboller ose kontar ose çka do të qoftë. Ka shumë plazhe private të njohura në të gjithë botën ku bëhen festa të çmendura. Disa prej tyre edhe keni mundur t'i shihni edhe në lajmet roz, por që është kënaqësi shumë e madhe të jemi këtu dhe të shijojmë plazhin e njëjtë me disa prej yjeve dhe t'ju tregoj që kjo është fjala e fundit e luksit. Pra, ky vend këtu në Saint-Tropez. Kështu që për të gjithë ju që dëshironi më ardhmë me vizitu, mund të keni edhe plazhe publike, jo vetëm private. Viens m'embrasser, toute la plage est à nous. Ce soir on brûle jusqu'au bout. Club 56, plus rien d'autre. Club 56, j'ai perdu l'heure. Si tu me veux, prends ma main. On part Përshëndetje Ariana, sot kemi përgatitur, do përgatisim më saktë, një fileto toni, do e marinojmë me susam të zi, po fillimisht fillojmë me marinojmë me kripë dhe piper. Pasi kemi mbaruar marinimin, e kalojmë në susam, para susamit të zeza.
dhe më pas do e kalojmë në pjekje. Pasi kemi mbaruar procesin e pjekjes, vazhdojmë me servirin në pjatë. Dhe së fundmi hedhim edhe salcën e sojës, edhe është gati. Dans le cristal, ton rire fait danser mes nerfs. La table brille tranquille sous tes yeux de velours. Le serveur passe et j'oublie le monde au dehors. Ta main frôle la mienne et tout devient plus fort. Encore un peu, reste là. J'aime quand tu me regardes comme ça. Le soir se penche sur nos cœurs et la ville au loin perd sa couleur. Velours et sésame, tu me fais tourner. Velours. Shikues të dashur, si që tashmë e dini, jemi në Saint-Tropez, jemi me një vend shumë të veçantë këtu. Mund ta shihni edhe në pamje, jemi në restoranti Les Halles du Saint-Tropez. Parfait. C'est parfait. I said it right. It's perfect. Merci. So, Thank you for this interview. We just saw the place. It's amazing and it's very different than others. I just wanted to ask you about this concept. Can you tell us more? Why did you choose to do it this way? it's a real concept. You have access all kitchens in the same place. Okay. If you want to eat maybe oyster, maybe meat, pizza, burger, Greek, pasta, you have access. Yeah. Everything. So it's separated, everything. Then here in the restaurant, you can eat all. Right. You have one menu, one waiters. Okay. So you have access all kitchens. It's simply you have one menu, one waiters. And you eat. Also, you serve different drinks, I think, Yeah. cocktails and more. Cocktails. We have a lot of wines. We have alcohol to Saint-Tropez. Okay. Pastis. What is this? It's pastis 12-12. It's a local alcohol. It's very good. It's very good. And the bottle is perfect. Yeah. So you serve also this and the other alcohols. But in the menu, you said that you have different food, different dishes. And do you use local ingredients? Yeah, a lot of local ingredients, but we have a lot of ingredients because we have Greek kitchens. It's a Mad Greek kitchens. Mad Greek, it's a company to OPA. Okay. So we have a lot of products. Oyster, it's a French oyster. We have a lot of meat, only French meat. Only French meat. Yeah, pizza is not it. It's Italian product. I assume that the food is perfect because the place is also perfect. Yeah. We Yeah, have a lot of wine. A lot of wine. Yeah. Pra për të gjithë adhuruesit e alkoolit, ushqimit të mirë dhe pijeve të mira, këtu në këtë vend, ku të vini në Saint-Tropez, keni ushqime të mrekullueshme dhe gjithashtu edhe alkool të mirë.
shumë. But can you tell us more about the story, the history of this place? The history is Jean Roch and Dominique Pedry. He create the restaurants with the VIP room. It's the same company. And he have a concept. He make a concept. Okay, that's great. It's a beautiful concept. Thanks. You have also your front of the port here, and I assume that you have many tourists that come here. Yeah, we A have lot a lot. of them. It's crazy. This year is crazy. With I don't have Coupe du Monde, Okay. World Cup of football. It's crazy. We have a lot of people. Say tomorrow we have France. Yes. Wow. It's a big game. Yeah. You also put there Yeah. to see the game Inside, outside. and to drink beers. It's awesome. Lot of beer, lot of douce, lot of wine, small or big bottles, champagne. Yes, of course. We know that Saint-Tropez is a place of parties. Can I say that? Yeah. It's a place. It's a new place because we have a good price, good service. Yes. We have a good staff. We are not same on the beach. It's normally. Yeah, it's normally. So the party are crazy. And what do customers that come here prefer from the food? Or what From do the you food? prefer here? What's your favorite Wow. dish? Me, it's steakhouse because I like meat. But Greek, it's wow, it's crazy. Oysters are perfect. It's crazy. Pizza is very good. It's Napolitan pizza, you know. So pasta, I like pasta, but it's simply for me. And what are Me- the comments of the customers that they give you? That's amazing. Yeah. He share a lot of kitchens. Maybe he take a big plate to Greek, or maybe tapas at Kiosco. Maybe he take a big piece of meat. See, we have sushi. It's very good. Sushi girls. It's all sushi girls to Zuma. So it's a good level. How the restaurant looks, it's also the food. Amazing, I think. Food are amazing and wine are amazing. We have a lot of wine. We have 350 wine, and champagne. We have 20 champagne. Oh, that's great. Yeah. And how would you call all the people that are in Kosovo watching this TV show to come here? Why should they come here? Come here. You want my numbers? And can you, We have a lot of nationality. We have a lot of Germany, American, for Juan. We have a lot of nationality. and from Say- Kosovo, No, we don't have a lot of, but come on. they will. Perfect. So, in the end of this interview, why should people visit Saint-Tropez, the place, the city? The place, Citadel, the place of Citadel, for restaurants or for For everything. Citadel, Place des Lys with Pastis Zouzous. You play pétanque. I don't know if you don't know. This is this. Yes. This is this for pétanque. Place des Lys, it's wow. It's so beautiful. It's Thank you so much for this interview. Thank you. It was my pleasure. pleasure. Merci à toi. Le vin rouge sur tes lèvres comme un secret chic. Tes phrases ont le goût d'un baiser magnifique. La salle fait semblant de rester très sage, mais nos épaules rident au bord du mirage. Encore un peu, reste là. J'aime quand tu me regardes comme ça. Le soir se penche sur nos cœurs et la ville au loin. Shikues të dashur, kjo ishte tëra krejt çka kemi përgatitur për ju sot në Saint-Tropez. Unë ju ftoj që na ndiqni përsëri të dielën e ardhshme me një vend tjetër. Dua të falenderoj shumë Podravka, Bank dhe Peugeot Kosova. Mos harroni të na ndiqni përsëri të dielën e ardhshme për të zbuluar më shumë për Rivierën franceze. Mirupafshim. Vers Brie ça tourne vite.
Ta bouche dit mon prénom, j'hésite. Le sol chauffe sous nos pas et tout le monde danse avec moi. Monte, monte, plus haut que demain. Monte, monte, serre-moi la main. La chaleur colle à nos cœurs. On tombe bien, on tombe en cœur. Danse avec moi toute la nuit. Ky emision mundësohet nga Podravka, te Bank dhe Mercom Company.